Data 5 mars. Eksodi, kapitulli 16. Pastaj ata u nisën nga Elimi dhe tërë asambleja e bijve të Izraelit arriti në shkretëtirën e Sinit, që ndodhet midis Elimit dhe Sinait, ditën e 15 të muajit të dytë mbas nisjes së tyre nga vendi i Egjiptit. Dhe tërë asambleja e bijve të Izraelit murmuriti kundër Mojsiut dhe Aronit në shkretëtirë. Bijtë e Izraelit u thanë atyre: le të kishim vdekur nga dora e Zotit në vendin e Egjiptit, ku uleshim pranë të nxjerreve me mish dhe hanim bukë sa ngopeshim, sepse ju na quat në këtë shkretëtirë që të vdes nga uria tërë kjo asamble. Zoti i tha Mojsiut: unë do të bëj që të bjerë manë mbi ju nga qielli, dhe populli do të dalë çdo ditë për të mbledhur racionin e ditës, sepse unë dua ta vë në provë për të parë nëse do të ecë ose jo sipas ligjit tim. Por ditën e 6, kur do të përgatisnin nozullimin që duhet të çojnë në shtëpi, ai do të jetë 2 fishi i atij që mbledhin çdo ditë. Atëherë Mojsiu dhe Aroni u thanë gjithë bijve të Izraelit: në mbrëmje do të mësoni që Zoti është ai që ju nxori nga vendi i Egjiptit, dhe në mëngjes keni për të parë lavdinë e Zotit, sepse ai ka dëgjuar murmuritjet tuaja kundër Zotit. Por ne çfarë jemi që murmurisni kundër nesh? Mojsiu tha akoma: kjo ka për të ndodhur, kur Zoti do t'ju jap mish për të ngrënë në mbrëmje dhe bukë që të ngopeni në mëngjes, sepse Zoti i dëgjoi murmuritjet tuaja kundër tij. Po ne çfarë jemi? Murmuritjet tuaja nuk janë kundër nesh, por kundër Zotit. Pastaj Mojsiu i tha Aronit: thuaj gjithë asamblesë së bijve të Izraelit: afrohuni para Zotit, sepse ai dëgjoi murmuritjet tuaja. Ndërsa Aroni i fliste tërë asamblesë së bijve të Izraelit, ata u sollën drejt shkretëtirës, dhe ja lavdia e Zotit u shfaq në re. Dhe Zoti i foli Mojsiut duke thënë: unë i dëgjova murmuritjet e bijve të Izraelit. Folu atyre duke thënë: në të ngrysur do të hani mish dhe në mëngjes do të ngopeni me bukë dhe do të mësoni që unë jam Zoti, Perëndia juaj. Dhe kështu, aty nga mbrëmja ndodhi që shkurtat u ngritën dhe mbuluan kampin, dhe në mëngjes kishte një shtresë vese rreth kampit. Pastaj shtresa e vesës u zhduk, dhe jam mbi sipërfaqen e shkretëtirës u duk një gjë e hollë dhe rrumbullakët e hollë si bryma mbi tokë. Kur bijtë e Izraelit e pan, i thanë njëri tjetrit: çfarë është? Sepse nuk e dinin se ç'ishte. Dhe Mojsiu u tha atyre: kjo është buka që Zoti ju dha për të ngrënë. Ja çfarë ka urdhëruar Zoti: secili të mbledh aq sa i duhet për ushqimin e tij, 1 omer për frym sipas numrit të personave që jeni, secili nga ju të marrë për ata që janë në çadrën e tij. Bijtë e Izraelit vepruan kështu. Disa prej tyre mblodhen më tepër dhe të tjerët më pak. E matën me omerin, dhe kush kishte mbledhur shumë nuk pati të pric, dhe kush kishte mbledhur më pak nuk pati mangut. Gjithkush mblodhi sipas nevojës së tij për ushqim. Pastaj Mojsiu u tha atyre: asnjëri të mos e lërë të teprojë për nesër në mëngjes. Por ata nuk ju binden Mojsiut dhe disa prej tyre lanë teprica edhe për të nesërmen. Ajo u kalb duke prodhuar krimba dhe doli një erë keqe. Dhe Mojsiu u zemrua me ta. Kështu e mblidhin çdo mëngjes, secili sipas nevojës së tij për ushqim. Por kur dielli bëhej i nxehtë, mana e mbledhur shkrihej. Kështu ditën e 6 mblodhë një racion të 2 fish buke, 2 omer për secilin prej tyre, dhe të gjithë krerët e asamblesë erdhën për t'ia referuar Mojsiut. Atëherë ai u tha: kjo është ajo që ka thënë Zoti: nesër është një ditë solemne pushimi, një shabat i shenjtë për Zotin. Piqni sot atë që duhet të piqni dhe zjeni atë që duhet të zjeni, dhe çdo gjë që ju tepron, vërni më njan dhe ruajeni deri nesër. Ata pra e ruajtën deri të nesërmen ashtu siç kishte urdhëruar Mojsiu, dhe ushqimet e ruajtura nuk lëshuan erë të keqe dhe nuk prodhuan krimba. Mojsiu tha: hajeni sot, se sot është shabati i shenjtë për Zotin. Sot nuk do ta gjeni në përfusha. Mblidhni gjatë 6 ditëve, sepse ditën e 7, që është shabati, nuk do ta gjeni më. Dhe ditën e 7 ndodhi që disa njerëz nga populli dolën për ta mbledhur, por nuk e gjetën. Atëherë Zoti i tha Mojsiut: deri kur do të kundërshtoni të zbatoni urdhërimet e mia dhe ligjet e mia? Mos harroni që Zoti ju ka dhënë shabatin. Për këtë arsye, ditën e 6 ju jep bukë për 2 ditë. Secili të qëndrojë në vendin e tij, asnjëri të mos dalë nga çadrat e tij ditën e 7. Kështu populli pushoi ditën e 7. Dhe shtëpia e Izraelit e quajti mana. Ajo ishte e ngjashme me farën e koriandrit, e bardhë dhe me shijen e revanisë që bëhet me mjalt. Pastaj Mojsiu tha: kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar. Mbush me të 1 omer, me qëllim që të ruhet për pasardhësit tuaj, që ata të shohin bukën që ju bëra të hani në shkretëtirë
kur ju nxora nga vendi i Egjiptit. Mojsiu i tha pastaj Aronit: "Merr një enë, vër brenda saj një omer të plot mane dhe vendose para Zotit me qëllim që të ruhet për pasardhësit tuaj." Ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun, Aroni e vendosi para dëshmisë që të ruhej, dhe bijtë e Izraelit hëngrën manën 40 vjet, derisa arritën në një vend të banuar. Hëngrën manën derisa arritën në kufirin e vendit të Kanaanit. Omeri është e 10-ta pjesë e efës. Luka, kapitulli 19. Dhe Jezusi hyri e po kalonte nëpër Jeriko, dhe ja një njeri i quajtur Zake, i cili ishte kryeta grambledhës dhe ishte i pasur. Dhe ai kërkonte të shihte se kush ishte Jezusi, por nuk mundi për shkak të turmës, sepse ishte i vogël nga shtati. Atëherë rendi përpara dhe u ngjiti një man për ta parë, sepse ai duhej të kalonte andej. Dhe kur Jezusi arriti në atë vend, i ngriti syt, e pa dhe i tha: "Zake, zbrit shpejt poshtë, sepse sot duhet të rri në shtëpinë tënde." Dhe ai zbriti me nxitim dhe e priti me gëzim. Dhe kur pan këtë, të gjithë murmurisnin duke thënë: "Ai hyri të rritë një njeri mëkatar." Dhe Zakeu qua dhe i tha Zotit: "Ja Zot, unë po u jap të varfërve gjysmën e asaj që kam, dhe po t'i kem marrë ndonjë gjë, ndokujt me mashtrim, do t'ja kthej 4 fish." Dhe Jezusi i tha: "Sot u bë shpëtim në këtë shtëpi, sepse edhe ky është biri i Abrahamit, sepse biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur." Dhe ndërsa ata po i dëgjonin këto, shtoi edhe një shëmbëltyr, sepse ai ishte afër Jeruzalemit dhe ata mendonin se mbretëria e Perëndis do të shfaqej menjëherë. Tha pra: "Një njeri fisnik shkoi në një vend të largët për të marrë në dorëzim një mbretëri dhe të kthehej. Dhe si i thirri 10 shërbëtorët e vet, u dha 10 mina dhe u tha atyre: "Tregtoni derisa të kthehem." Por qytetarët e vet e urrenin dhe i dërguan pas tij një delegacion duke thënë: "Nuk duam që ky të mbretërojë mbi ne." Dhe ndodhi që kur ai u kthye, pasi e mori në dorëzim mbretërinë, urdhëroi t'i therrasin ata shërbëtorët të cilëve u kishte dhënë parat për të marrë vesh sa kishte fituar secili. Atëherë doli i pari dhe tha: "Zot, mina jote dha 10 mina të tjera." Dhe ai tha: "Mirë o shërbëtor i mirë, sepse ke qenë besnik në gjëra të vogla, sundo mbi 10 qytete." Dhe erdhi i dyti duke thënë: "Zot, mina jote dha edhe 5 mina." Dhe ai tha edhe këtij: "Edhe ti ji mbi 5 qytete." Dhe erdhi një tjetër i cili tha: "Zot, ja mina jote që e ruajta në një riz, sepse kisha frikë nga ti, që je njeri i ashpër, ti merr ata që nuk ke vënë dhe korr ata që nuk ke mbjell." Dhe i Zoti i tha: "Prej gojës sade do të gjykoj, shërbëtor i lig. Ti e dije se jam njeri i ashpër, që marr ato që nuk kam vënë dhe korr ato që nuk kam mbjell. Dhe përse nuk e vure paranë time në bankë që kur të vija ta merrja bashkë me interesin?" Dhe u tha të pranishmeve: "Merrja një minën dhe ja jepni atij që ka 10 minat." Dhe ata i thanë: "Zot, po ai ka 10 mina." Sepse po ju them se kujdo që ka, do t'i jepet, por atij që s'ka do t'i hiqet edhe ajo që ka. Por i sillni këtu këta armiqtë e mi, të cilët nuk donin që unë të mbretëroja mbi ta, dhe i vritni përpara meje." Dhe mbasi tha këto, ai shkoi përpara duke u ngjitur në Jeruzalem. Dhe ndodhi që kur ju afrua Betfagës dhe Betanis, afër mali që quhet i Ullinjve, dërgoi 2 nga dishepujt e vet duke u thënë: "Shkoni në fshatin përballë dhe kur të hyni, do të gjeni aty një kërriç të lidhur mbi të cilin nuk ka hipur kurrë njeri. Zgjidhini atë dhe ma sillni. Dhe nëse ndokush ju pyet pse po e zgjidhni, u thoni atyre kështu: Zoti ka nevojë për të." Dhe të dërguarit shkuan dhe e gjetën ashtu siç u kishte thënë. Dhe ndërsa ata po e zgjidhnin kërriçin të zotët të tij, u than atyre: "Pse po e zgjidhni kërriçin?" Dhe ata thanë: "Zoti ka nevojë." Dhe e sollën te Jezusi dhe mbasi i hodhën rrobat e veta mbi kërriçin, e hipën Jezusin mbi të. Dhe ndërsa ai po shkonte, ata shtronin rrobat e tyre në udhë. Dhe kur ju afrua ata të pjetës së malit të Ullinjve, gjithë turma e dishepujve filloi me gëzim të lavderoi Perëndin me zë të lartë për të gjitha veprat e pushtetshme që kishin parë, duke thënë: "I bekuar qoftë mbreti që po vjen në emër të Zotit, paqe në qiell dhe lavdi në vendet më të larta." Dhe disa farisej nga turma i thanë: "Mësues, qorto dishepujt e tu." Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Unë po ju them se nëse këta do të heshnin, do të bërtisnin gurët." Dhe kur ai po afrohej, e pa qytetin dhe qau për të duke thënë: "Oh, sikur të njihje edhe ti të paktën në këtë ditën tënde
ato që të shërbejnë për paqen tënde. Por tani, ato janë të fshehura për sytë e tu, sepse mbi ty do të vinë ditë kur armiqtë e tu do të ngrenë ledh rreth teje dhe do të të rrethojnë dhe do të të shtrengojnë nga të gjitha anët dhe do të të rrëzojnë për tokë ty dhe bijtë e tu në ty dhe s'do të lënë në ty gur mbi gur, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar. Dhe mbasi hyri në tempull, filloi të boj jashtë ata që shistin e blinin atje, duke u thënë atyre: "Është shkruar, shtëpia ime është shtëpi e lutjes, por ju e bët atë shpellë kusarash." Dhe çdo ditë ai dha mësim në tempull, dhe kryepriftrind, skribët dhe krerët e popullit kërkonin ta zhduknin, dhe nuk gjenin se çfarë të bënin, sepse gjithë populli e dëgjonte me vëmendje të madhe. Jobi, kapitulli 34. Elihu nisi përsëri të flasë dhe tha: "Dëgjoni o njerëz të urtë fjalët e mia, dhe ju njerëz të ditur, ma vini veshin, sepse veshi i shqyrton fjalët ashtu si qiellza i shijon ushqimet. Le të zgjedhim ne vetë atë që është e drejtë, të pranojmë midis nesh atë që është e mirë. Sepse Jobi ka thënë: Jam i drejtë, por Perëndia më ka hequr drejtsinë time. A duhet të gënjej kundër drejtësisë sime? Plaga ime është e pashërueshme, megjithse jam pa mëkat. Kush është Jobi, që e pi përqeshin si ujin, që ecën bashkë me keqbërësit dhe shkon bashkë me njerëzit e këqij? Sepse ka thënë: Nuk i vlen fare njeriu të vendosë kënaqësinë e tij te Perëndia. Më dëgjoni pra o njerëz me mend. Qoftë larg Perëndis pa udhësia dhe ligësia qoftë larg të plot fuqishmit, sepse ai ja kthen njeriu sipas veprave të tij dhe secilin e bën të gjejë shpërblimin për sjelljen e tij. Sigurisht Perëndia nuk kryen të keqen dhe i plot fuqishmi nuk shtremëron drejtsinë. Kush i ka besuar kujdesin për tokën ose kush e ka vendosur mbi tërë botën? Në qoftë se Perëndia duhet vendoste në zemër të vet të tërhiqte mbi vete frymën e tij dhe frymën e tij, çdo mish do të shkatërrohej njëkohësisht dhe njeriu do të kthehej në pluhur. Në qoftë se ke mend dëgjoje këtë, vër veshin për të dëgjuar atë që po të them. A mund të qeverisë ai që urren drejtsinë? A guxon ti të dënosh të drejtin, të fuqishmin? Ai që i thot një mbreti je për të përbuzur dhe princave jeni të këqij, por ai nuk bën asnjë anësi më të mëdhenj dhe as e konsideron të pasurin më tepër se të varfrin, sepse të gjithë janë vepra e duarve të tij. Në një çast ata vdesin, në mesin e natës njerëzia tronditet dhe zhduket, të fuqishmit çohen tutje pa dorë njeriu, sepse ai mban sytë te rrugët e njeriu dhe shikon tër hapat e tij. Nuk ka terr as hije vdekjeje ku mund të fshihen njerëzit e këqij. Në fakt Perëndia nuk ka nevojë ta këshyr gjatë një njeri para se ta nxjerrë për gjykim para tij. Ai ligështon të fuqishmit pa bërë hetim dhe vë të tjerë në vendin e tyre. Duke qenë se i njeh veprat e tyre, i rrezon natën dhe ata shkatërrohen, i godet si njerëz të këqij para syve të gjithëve, sepse janë larguar nga ai pa u kujdesur për rrugët e tij, derisa ato arrin tek ai britme të varfrit, sepse ai dëgjon britmen e të pikëlluarve. Kur Perëndia jep qetësinë, kush do ta dënojë? Kur sheh fytyrën e tij, kush do të mund ta shikojë? Qoftë kundër një kombi të tërë ose kundër një njeriu të vetëm, për të penguar që i pabesi të mbretërojë dhe që populli të zihet ndërleqe? Dikush mund t'i thotë Perëndis: Unë e mbart fajin tim, po nuk do ta bëj më të keqen. Tregom atë që nuk arrit të shikoj. Në rast se kam kryer ndonjë paudhësi, nuk do ta bëj më. A duhet të shpërblej ai në bazë të kushteve të tua, sepse ti nuk pranon gjykimin e tij? Ti duhet të zgjedhësh dhe jo unë. Prandaj thuaj atë që di. Njerëzit me mend si çdo njeri i urtë që më dëgjon do të më thonë: Jobi flet pa mend. Fjalët e tij nuk kanë dituri. Le të provohet Jobi deri në fund, sepse përgjigjet e tij janë si ato të njerëzve të këqij, sepse i shton mëkatit të tij kryengritjen rreth duart mes nesh dhe i shumëzon fjalët e tij kundër Perëndis. 2 Korintasve, kapitulli 4. Prandaj duke pasur këtë shërbim, siç u përdollyem, nuk ligështohemi. Ne mohuam gjërat e turpshme që bëhen në fshehtësi, duke mos ecur në dinakëri, duke mos shtrembëruar as pak fjalën e Perëndis, por duke shfaqur të vërtetën. Ne ja rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu përpara Perëndis. Dhe nëse ungjilli ynë është ende i mbuluar, është i mbuluar për ata që humbin, të cilëve Perëndia i kësaj bote u averboi mendimet e atyre që nuk besojnë, që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndis, të mos ndriçojë tek ata. Sepse nuk shpallim veten tonë për Krishtin Jezus, Zotin, ndërsa veten tonë shërbëtorët tuaj për hir të Jezu Krishtit.
sepse Perëndia që tha le të ndriçojë drita në errësirë është i njëjti që ndriti në zemrat tona për të na ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndisë në fytyrën e Jezu Krishtit. Dhe ne kemi këtë thesar në enë prej balte që e përsia e pashoqe kësaj fuqie të jetë e Perëndisë dhe jo prej nesh. Në çdo gjë duke u shtrënguar, por pa u ngushtuar, duke dyshuar, por jo duke u dëshpëruar, duke qenë të përndjekur, por jo duke qenë të braktisur, duke u rrëzuar, por jo duke u shkatëruar, gjithnjë duke mbajtur në trupin ton vdekjen e Zotit Jezus, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në trupin ton. Sepse ne që jetojmë jemi vazhdimisht të dorëzuar në vdekje për hir të Jezusit, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në mishin ton të vdekshëm. Dhe kështu tek ne vepron vdekja, ndërsa në ju jeta. Por duke pasur të njëjtën frymë besimi sikurse është shkruar, unë besova prandaj fola, edhe ne besojmë prandaj edhe flasim. Duke ditur se ai që ringjalli Zotin Jezus do të na ringjall edhe ne nëpërmjet Jezusit dhe do të na paraqesë bashkë me ju. Sepse çdo gjë ndodh për shkakun tuaj, që hiri, duke u shtuar nëpërmjet shumë vetave, të bëjë që falënderimi të teprojë për lavdi të Perëndisë. Prandaj nuk ligështohemi, por edhe pse njeriu ynë i jashtëm prishet, ai i brendshëm përtërihet nga dita në ditë. Sepse shtrëngimi ynë i lehtë i tashëm prodhon për ne një peshë të përjetshme, të pamas, të pashoqe të lavdisë, ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme.